dhe mesazhet, mënyra se çfarë shkruajnë janë alarmuese, por prap jo për herë të parë. Pra, deputeti a zgjedhur Matoshi, deputeti a zgjedhur Kryezi Hyseni, deputeti Bajqinovci, Enver Haliti, një deputet nga Ferizaj, të gjithë kanë lënë të kuptohet edhe disa dhe kanë thënë direkt që nëse sot gjyqtarët vendosin, KXK vendosë që gjyqtarët serb të kthehen, ata janë tradhtar. Ata punojnë për Vučićin dhe punojnë për Serbinë. Pra e kanë përmendur, secili prej tyre e ka përmendur që gjyqtarët serb në vitin 2022 kishin dhënë dorëheqje me urdhër të Vučićit dhe tash nëse KXK i kthen, po punojnë për Vučićin. Por nëse bëhet ky krahasim, Esmeralda, edhe kryetarët e komunave në vitin 2022 kishin dhënë dorëheqje me urdhër të Vučićit. Ata janë kthyer lista serbe udhëheq të 4 komunat në veriun e Kosovës dhe vendosja ka pranuar këtë gjë. E dini telenovela që ndodh secilin herë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për ta certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje listën serbe. Vendosja e kundërshton, një herë, dy herë, shkon në PZAP, shkon në Gjykatën Supreme, lista serbe sërish merr pjesë në zgjedhje, deputetët e saj zgjedhen në Kuvendin e Kosovës, ulen bashkë me të tjerët. Kështu që është një presion publik që bëhet dhe njëra prej deputetëve edhe ka marrë informacione pra që KXK-ja është e ndarë që 5-5 praktikisht është numri atyre që janë për t'i kthyer dhe për të mos i kthyer dhe prandaj bëhet ky presion që vjen direkt edhe nga presidenti Haxhiu. Do të shohim se çfarë do të thotë ajo në konferencën e orës 11 përveç datës së zgjedhjeve, datës konstituimit të kuvendit, me siguri do të pyetet nga ne për këtë presion që po i bëhet KXK-s për ta marrë vendimin. Tani, një pyetje kam unë që jam e paqartë, që nga 2022 deri në 2026 janë 4 vjet që ata gjyqtar, prokuror kanë dhënë dorëheqjen dhe dorëheqjet e tyre kanë mbetur aty dhe nuk është proceduar, as pranohen, as zëvendësohen, asnjë gjë. Zoti Kurti dhe vetvendosje ka qenë në pushtet edhe gjatë këtyre 4 vjetëve. Pse nuk është proceduar gjatë kësaj kohe, nuk është kërkuar, e kishim harruar edhe si fakt deri tani, dhe tani ka një presion të shtuar kur duhet marrë një vendim. Tani në këto vjet, presidenti ishte presidenti Osmani, që natyrisht ishte në koalicion me zotin Kurti. E vërteta Esmeralda është që gjatë këtyre viteve ka pasur këshill ndërkombëtare që të mos pranohen dorëheqjet. Pra nga prezenca e njëjtë ndërkombëtare që janë ambasadat kryesore, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania në Kosovë, ka pasur rekomandim për këshillin prokurorial, sepse politika, qeveria dhe prezidenca nuk mund të veprojnë pa pasur një vendim të këshillit prokurorial. Ka pasur kërkesë gjatë kësaj kohe për gjyqtarët. Dhe pritja Më falë, vetëm pak, a ka pasur gjatë këtyre 4 viteve një kërkesë nga deputetët e vetvendosjes, pra për te po them që nuk ka vepruar zonja Osmani dhe e ka lënë ashtu. Këta deputetët që sot bëjnë presion, a kanë kërkuar gjatë këtyre 4 vjetëve të procedohet me to? Jo, asnjëherë. Absolutisht nuk ka qenë temë, si që the, e kishim harruar që gjithë që nuk ka prokuror serb dhe gjyqtar serb në Mitrovicën e Veriut, që ishim prokuror shqiptar që shkonin nga pjesë ndryshme të Kosovës, një sikurse për policinë e Kosovës, pra në Veri, pas asaj çfarë ndodhte me trazirat e vitit 2023, sulmin terrorist në Banjsk, gjithashtu në shtator të 2023, shkonin policë nga Prizreni, nga Gjakova, nga Prishtina, nga rajonet të ndryshme në Veriun e Kosovës. Dhe njëjtë ndodhte edhe me gjyqtarët dhe prokurorët, dhe nuk ka qenë tema asnjëherë. Absolutisht askush nga vetvendosja nuk ka kërkuar në vitin 2024, në vitin 2025 të thotë, po çfarë ndodhi me to? Pse nuk po i pranoni dorëheqjet e prokurorëve dhe gjyqtarëve serb? Vetëm tani që ata donin kthimin dhe Bashkia Ndërkombëtare i ka thënë autoriteteve të Kosovës që herdo kurdo, në fakt, kur vullneti i tyre është të kthehen, ju duhet t'i pranoni, ju duhet t'i ktheheni, sepse Kosova është një shtet shumë etnik që në veriun e Kosovës shumica e popullsisë është serbe dhe ata duhet që të kenë gjyqtarë dhe prokuror të komunitetit të tyre për të marrë me rastet e tyre. Por tash dhe prap këshilli prokurorial Esmeralda ka thënë që të njëjtit prokuror mund të garojnë sërish në procesin e ri të rekrutimit. Edhe sot nëse gjyqtarët ikin me vendim të KXK-s, të njëjtit mund të garojnë sërish. Por është thjesht pjesë e politikës së vetvendosjes. Njëjtë siç e tham për kryetarët, ata
u organizuan zgjedhje të reja, garuan, u zgjodhen të njëjtët, pra thjesht për ta zgjatur si proces dhe për të krijuar këtë narracionin në publik më shumë, por presioni në KZK ka qenë vërtet i jashtëzakonshëm. Është linçimi publik që u bëhet njerëzve. Përmendet Rustem Thaçi nga deputeti Baqenovci, që është një qytetar me integritet i njohur për opinionin publik në Kosovë dhe që ka arritur pas shumë përpjekjesh në fakt, sepse ka tentuar të shtri presionin e vet, vendikimin